A e dini se Islami i dha gruas të drejtat shumë kohë përpara se bota perëndimore të fliste për to? Sot do të shohim se si Islami nderon gruan. Allahu thot në Kur'an: O njerëz, ne ju krijuam nga një mashkull dhe një femër. Surja Hushurat 13. Kjo tregon se burri dhe gruaja janë të barabartë para Allahut. Dallimi është vetëm në devotshmëri. Profeti sallallahu alaihi wasallam tha: Parajza është nën këmbët e nënave. Nëna ka një vend shumë të lartë në Islam. Respekti ndaj saj është më i madh se ndaj babait. Islami i dha gruas të drejtën për arsimim, pronë, trashëgimi dhe martesë me pëlqimin e saj. Gruaja mund të punojë, të studiojë dhe të mbajë pasurinë e vet. Asnjë nuk ka të drejtë t'i marrë pa lejen e saj. Gruaja në Islam nuk është objekt. Ajo është bashkëshortja, nëna, motra dhe bija që meriton respekt, mbrojtje dhe dashuri. Profeti sallallahu alaihi wasallam tha: Më i miri prej jush është ai që sillet më mirë me gruan e tij. Pra, Islami nuk e poshtron gruan. Ai e nderon, e mbron dhe i jep vendin që i takon. Nëse je grua, krenohu me fen tënde. Nëse je burr, trajtoj gratë me nderim siç na ka urdhëruar Allahu. Like dhe share këtë video që të arrijë sa më shumë njerëz. Allahu na bëft nga ata që i nderojnë gratë sipas mësimeve të Islamit. Amin.